Durrësi, një nga qytetet më të lashta të Shqipërisë dhe të Evropës, i ngritur një pozitë natyrore me bukuri të veçantë, që ka një jetë të vazhdueshme prej themelimit të tij në vitin 627 para erës së re. Është qyteti i dytë i rëndësishëm i Shqipërisë pas Tiranës, me një popullsi prej rreth 200.000 banor. Qysh në kohët më të lashta, Durrësi ka qenë një metropol i pasur dhe madhështor. Është një vendbanim i lashtë i lirë i fisit të taulantëve, i njohur me emrat i lirë Epidaus dhe Dyrali. Ka qenë qytet shtet i zhvilluar në tregti, artë dhe kulturë. Hijet e skaluarës së tij të hershme ende zgjojnë përfiturimin e studiusëve të historisë. Si qytet shtet i zhvilluar që në kohët më të hershme, Durrësi kishte marrëdhënie me vendet italike dhe ato ballkanike. Durrësi ka qenë piknisja e së famshme së rrugë Egnatia. Këtu gjithashtu bë betejë epokale ndërmjet Cezarit dhe Pompeut. Historia e këtij qyteti mijëravjeçar është e pasur me kronika, vepra arti, mjedise urbane e tjera. Disa nga kryqëzatat kanë kaluar përmes këtij qyteti. Profili madhështor i kullave mesjetare të kujton sundimin e Karl Anjous, mbreti i Sicilisë, i cili në vitin 1273 u zgjodh mbreti i Shqipërisë dhe që mund të quhet themelues i kombit të ri shqiptar, me që ai i dha vendit një vetëdije uniteti, të cilën nuk e kishte pasur më parë.
kanë lindur disa figura me rëndësi historike, si perandori Anastas i Bizantit, Leonik Tomen, Andrea Pictori e të tjerë. Pozicioni gjeografik në bregun e detit Adriatik në qendër të Shqipërisë, në një nga pikat më të ngushta të detit Adriatik përballë porteve italiane të Barit dhe Brindisit, qysh në kohët më të lashta ka tërhequr interesat e Evropës perëndimore. Durrësi mund krahasohet me qytetet më të mëdha të Mesdheut, të lashtë dhe mesjetar. Qyteti Durra u ndërtua nga ilirët Taulant, dallëndyshasit në shekullin 13 deri në 11 para Krishtit. Banorët e parë të Durraut, para ilirëve të quajtur proto-ilir, Pellaz, ngritën në rrethinat e këtij qyteti vendbanimet e para historike. Në kushtet e një klime mesdhetare, vendi më i përshtatshëm për banim ishte ajo e lumit Erzen, si dhe ulësira perëndimore përreth saj. Në bregun e gjidit të Durrësit u vendos qendra e parë apo limani me emrin Dyrra. Sipas autorëve të lashtë, ky qytet u themelua nga dy mbretër me origjinë ilire të quajtur Dyrra dhe Epidam. Ai kishte edhe punishtet për punimin e keramikës, të metaleve, të pëlhurave, të lëkurës, kantier për ndërtimin e anijeve e tjera. Dëshmi e zhvillimit të tregtisë janë monedat prej bronzit dhe argjendi që janë prerë në Dyrra, ndërsa për lulëzimin urban dëshmon mozaiku i një dyshemeje i quajtur Bukurosha e Durrësit. Nga shekulli i parë deri në të tretë të erës sonë, qyteti i Durraut përjetoi një periudhë lulëzimi, u bë qendër i brigjeve të Adriatikut lindor. Amfiteatri i Durrësit, më i madhi dhe më i rëndësishmi jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Ballkan, është ndërtuar në fillim të shekullit të parë të erës sonë. Ai ka vlera të veçanta arkitekturore dhe artistike dhe mund të krahasohet me monumentet e kësaj periudhe të Pompejit dhe Capues në Itali. Amfiteatri ka trajt elipsi me diametrin 137 metra, me lartësi 20 metra. Shkallarja për shikuesit e veshur me pllaka të bardha merrte 15-20.000 vet, ndërsa në arenë zhvilloheshin luftimet e gladiatorëve. Ky amfiteatër ka arkitekturë romake dhe ndërtimi i tij në qendër të qytetit, 350 metra larg detit, fillon në rrafshin e arenës 5.5 metra mbi nivelin e detit, ndërsa 2 të tretat mbështetet në kodër. Amfiteatri 2700 vjeçar qëndron mes 30 amfiteatrove të zbuluar të botës antike, nga Roma deri në Budapest dhe Lion. Pas viteve 90, një sër projekte synojnë të realizojnë zbulimin e plot të ndërtesës, dhe bashkëpunimi me Universitetin e Parmës pritet të formësojë përfundimisht në të ardhmen të gjithë gjeografinë e shkueshme të amfiteatrit.
Amfiteatri i Durrësit është zbuluar nga bashkëpunëtori vjetër shkencor Vangel Toçe në vitin 1966, vit në cilin kanë nisur punë 10 ekspedita të sektorëve kërkimor dhe shkencor shqiptar dhe të huaj. Në mënyrë intensive, gërmimet janë përqendruar në vitet 67-70, të cilat detyruan zhvendosjen e 55 familjeve dhe më pas rrugëtuan përgjatë bregut në drejtim të Sorilave, vende të bukura të qytetit Durrësit, që rrethojnë pjesën veri perëndimore. Në këtë anë është ndërtuar para disa vitesh Universiteti Aleksandër Mojsiu. Ndërsa atje lart, rreth viteve 27 është ndërtuar vila mbretërore e Durrësit, si vilë presidenciale me financim të një kredie italiane. Ky është muzeu arkeologjik që mban brenda të shkuarën e 2000 viteve, me vlera të jashtëzakonshme. Shumica e veprave janë vendosur brenda muzeut, ndërsa pjesa tjetër të hedhura jashtë, në mëshirë të fatit. Që kanë varësi, nuk mundëm pra të filmojmë brenda godinës. Me pak arkiv brenda muzeut, hodhëm në kamerë këto pamje të objekteve, shumica të cilave të hedhura përgjatë territorit dhe të fshehura midis barishteve të një toke kënetore. Sipas të dhënave, Muzeu i Vjetër Arkeologjik është ndërtuar në dekadën e parë pas çlirimit të Shqipërisë në vitin 1951, ndërsa Muzeu i Ri më 13 prill 2002 është një muze i përmasave kombëtare, ku janë realizuar pavioni prehistorik si dhe antikiteti, si dhe pavioni pas bizantin. Sipas projektit, ngritja e pavionit mesjetës është në proces. Rreth e qark janë ndërtuar godina të bukura, ambiente shlose si dhe ambiente shërbimi.
Në pjesën e Surilave funksionon një plazh tradicional i Dursakëve. Pamjet që shikoni janë regjistruar në sheshin e madh të qytetit, përgjatë bregut të detit. Këtu Dursakët grumbullohen zakonisht mbrëmjeve dhe zhvillohen aktivitete ndryshme, ku ka dhe ambiente shlodhëse si dhe argëtuese për fëmijët. Mjedise të bukura dhe rekreative, por kamera ndesh edhe pamje jo të këndshme. Janë investime që nuk presin, sepse krijojnë imazhe jo të mira për vizitorët e huaj dhe turistët, sepse pas këtyre pamjeve, vizitori që vjen për herë të parë pret të shohë shumë të këqija. Bregdeti ynë është ende i virgjër në 90% të gjatësisë së tij dhe nuk meriton të prezantohet me copëza të tilla. Aq më pak Durrësi, ky qytet me shumë kulturë dhe histori. E megjithatë Durrësi është qytet i gjerë, i qetë, paqësor dhe plot bukuri dhe befasi. Kjo që shikoni është kull veneciane, ose torre siç quhet, e bukur, pranë kështjellës lashtë, një kull e rrumullakët e ndërtuar në shekullin 15 me broqe guri kuadrat si dhe me frengji të vogla.
Në të djathtë të portës së kështjellës gjendet një shkallare që të çon në terrasën me bedena. Në sheshin e kësaj shkallare, një bust kushtuar heroit holandez që u vra me trupat e korpusit të paqes të viteve 1913-14 në mbrojtje të pavarësisë Shqipërisë. Mbeten aktuale fjalët e shpirtit të këtij burri të madh, mesazhi drejtuar shqiptarëve. Kush e pret dhimbjen si burr dhe nuk i dorëzohet pa kënaqësisë, ata e pret e ardhmja e mirë. Mos u përçani, vetëm bashkimi bën fuqinë. Thomason. Rrethëqak njerëz që kanë nisur të shkojnë në shëtitore, djem dhe vajza, të moshuar, gra dhe burra, dursakët tradicionalisht kanë përqyer xhirot e mbrëmjes në rrugët e qytetit. Dhe tani këto rrugë janë pushtuar nga autovetura dhe makina të tjera, nga tymi dhe smogu. Qytetarët dursak përsëri dalin nga shtëpia drejt shëtitores Buzdetit. Ky është sheshi ku italianët në vitin 1939 hynë për të pushtuar Shqipërinë me autoblinda dhe trupa. Ky është busti i qendresës së shqiptarëve, pushtuar atyre që dhanë jetën për mbrojtjen e tokës shqiptare. Dhe këtu pranë, përveç armëve të rënda trofe të kohës, është dhe busti i Mujo Ulqinakut, heroi të parë që u vra në mbrojtje të Durrësit dhe të trojeve shqiptare. E bukur është qendra e Durrësit, me godinën e vjetër të bashkisë, si dhe shatrvanin e ndërtuar shumë vite të shkuara. Gjithashtu, në anën tjetër është xhamia e madhe dhe shumë objekte kulti ka në Durrës, nga perëndimi, lindja në qendër qytetit e tjera.
Godinat e hershme të qytetit Durrësit kryesisht kanë qenë një katëshe, por edhe godinat tjera shumë katëshe që akoma ruajnë vlerën e tyre. Porti i Durrësit është më i madh në vendin tonë dhe lidhet pothuaj me të gjithë Evropën perëndimore. Ky është një port jo vetëm ku lëvrojnë anije të peshave të rënda, por edhe rrugtarë që nëpërmjet tragjeteve shkojnë në Itali dhe mëtej. Në dalje të qytetit Durrësit është ura e Dajlanit, ku është ndërtuar hishëm mbi kalimi që lidh Tiranën, plazhin, portin e të tjera. Plazhi i Durrësit është një nga më të vjetrit në vendin tonë, i shtrirë nga ura e Dajlanit deri në afërsitë të Kavajës. Është një plazh shumë i bukur, rekreativ, që ka tërhequr vëmendjen e shumë turistëve, vendas dhe të huaj. Megjithë problematikën e këtij plazhi, ky mbetet plazhi më i madh i vendit tonë. Pas ditëve të nxehta të korrikut, mbrëmja nisi me dallë të lehta që ledhatojnë bregun me rër. Në darkë gjithçka ndryshoi. Era që nisi pas vranësirave të lehta ndryshoi menjëherë gjithçka. Deti me dallë të shkumzuara që ngriheshin lart, duke u përleshur me ata pak pushues që argëtoheshin, e gjithsesi këto pamje pas temperaturave të larta janë të këndshme.
E nesërmja përsëri mot i vranët, me pika të ralla shiu, ndërsa deti i trëmbi turistët e ardhur nga Kosova apo Durrësi dhe Tirana, të cilët nuk menduan kaprishot e klimës son mesdhetare, kur moti ndryshon me orë. Vetëm 2-3 orë u deshën që moti të ndryshoj, e gjithsesi këto temperatura janë të nevojshme për ata që kanë provuar ditët shumë të nxehta në brigjet e detit.